kryetarit mbështetës të atij që drejton bashkinë. Këtë e kemi parë për fatin ton, e kemi parë me 3 persona. Zotin Dredha, zotin Alili kur për këto 2 muaj që ishte në pozicionin e komanduar të kryetarit bashkisë, dhe sot po e shikojmë përsëri për zonjën Mersini. Do ta vazhdoj akoma këta zotrin, atë dëshirën dhe zellin për të treguar gatishmëri dhe po themi devotshmëri për të dhënë dakordsim mbi këto që paraqiten. Po jemi po ne ky këshill që kemi debatuar lidhur me këtë sapo përmendi zonja Bezhani. Duhet ndar thoshte zoti Dredha dhe administrata e tij, sepse nuk e menaxhon dot një i vetëm këtë. E ndan këta zotrin votuan. Ne i thoshë mos e ndani se shtojnë kostot, se do shtojnë drejtorët, se do shtojnë drejtorët për gjithë sektora, sepse nëse do bëhet drejtori ka një organigram. Jo, thoshin ta, e dim ne se kjo po u nda, do ketë me eficiencë, do ketë e ndan këta zotrin. Tani sot po vin, duhet bashkuar se ne kemi parë këto 6-7 muaj që e ndam, që nuk kishte eficiencë. Erdhën këta tani duan ta bashkojnë. Në të njëjtën kohë që duhet bashkuar kjo zonjë, po shtojnë edhe 116 punonjës. Se unë nuk e di si ulem kostot tu tek zonja Mersini, kryetare e bashkisë, ku shtojnë 116 punonjës. Si ulem kostot, nuk e kuptoj dot. Se këtë nuk arrit dot. Unë nuk jam ekonomist dhe nuk pretendoj që të bëj analizë ekonomike të kësaj, po jam këtë shumëzimin edhe pjesëtimin edhe mbledhjen këto ditë i bëj, kam mësuar në shkollë, i mblodha këto më dolin 116 punonjës shtesë. 116 nga 1480 që janë 1480, e kupton çfarë janë këta? Po këta e shërbejnë për ushtri elektorale, nuk është se shërbejnë për të shërbyer qytetarëve. Këtu tani nga 1480 do vej 1596, për 4 veta vetëm 1600 fiks. Dakor? Që do t'i sjelli rrugës zonja Mersini se do duhet një tek ajo thotë zjar fiks, ja një tjetër tek ajo, do t'i shtojmë, do t'i bëjmë 1600 ta rumbullakosim. Tani zonjë, unë nuk e di si ulem kostot në këtë projekt vendim, që tha zonja Mersini dhe ky zotria i nderuar i administratës, që nuk e ka ky fal. Shtojnë 116 persona të rinj, të cilët do marrin rrogën dhe këta thonë ulen kostot. Pra këtu vazhdojmë të jemi në të njëjtin mentalitet, shtojnë punonjës për të marrë votat, i kthejmë në komisioner, në patronazhist që të na bëjnë vota kur të vinë zgjedhjet e 2027-s dhe zonja Mersini me sa duket ka në një projekcion për vitin 2027 e ka filluar që sot që të punojnë për vitin 2027 duke shtuar në mbledhjen e parë të saj të Këshillit Bashkiak 116 njerëz të rinj që do vetë marrin rrogën, do fusin kartën në fund të muajit ta zotrin, në fund të muajit dhjetor, është dhe para vitit të ri, e do marrin 400 dikush, 600 dikush, 800 dikush. Nuk na thuhet asnjë fjalë ne për të ulur ta 7 këshilltar që ka kryetari i bashkisë që ka rroga na 1.800.000, 2 milion. Me drejtorie, shtojnë një zvënd kryetar, po çfarë do bëj? S'mjaftojnë këta që janë? Çfarë do bëj? As si fjalë për këtë. Se këto kalojnë kështu, na duhen ca te fshesa që të themi ne po keni të drejtë se duhet fshirë qyteti. Dakor? Kemi një flotë teknologjike e cila ka kushtuar buxhetit bashkisë miliona euro. Dhe nuk është eficiente. Ora ajo firma duka se po e marr kështu tani se nuk është mirë jemi dhe kështu publikisht. Po 3 makina kishte edhe nuk u asu dojnë në njëra vend grumbullimi mbetjeve, as ngeli në një ditë qytetin pa pastruar. Me kosto shumë herë më të ulta se po paguajnë sot qytetarët nga buxheti i bashkisë që administron bashkia. E pse? Sepse të gjithë ata që punësojnë nuk janë njerëz pune ata, janë njerëz partie, zonja kryetare. I punëson zonja Mersini që tu marri votën. Ati vetë personalisht, gruas, djalit, çupës, krushkut, ku dëgjon, se kështu është kjo rrjeti i patronazhimit. Nuk e diti se nuk e marr me këto punë. Ty biles të zhgënjyen këta se kishe për çmëri të tjera, po radhën tjetër nuk ka problem, mund ta provosh. Jo, po mirë theme që se ma bëre po me kokë, unë dhash opinionin tim. Dhe unë jam te projekt vendimi, po ju nuk doni të qëndrojmë te projekt vendimi. Dhe unë këtë dua nga zonja Mersini të na thot si ulem kosto, se e dëgjova me vëmendje, thash edhe një herë, bëri këtu një rezume të gjërave që janë teknike, të cilat nuk i hyn në punë as qytetarëve se nuk i kuptojnë ata, sa metra katror gjelbërime, sa metra trotuar ka të shtruar. Ne duhet të na thot sa janë kostot e kësaj organigrame, që shtojnë 116 punonjës. Një e para, e dyta, mua vjen shumë keq që këtu përsëritet i njëjti gabim. Para 6 muajsh këtë ndërmarrje që sot po e bashkojmë, e ndam me zellje më të madh për të krijuar disa vende pune, sepse ishin përpara zgjedhjeve dhe duhet pranuar. Tani për t'i dhënë ndofta edhe fuqi zonjës Mersini meqense është e re në këtë pozicion, që të ketë 3-4 persona se është e vështirë dhe burimet njerëzore, se ne tani po përjetojmë 3 administrata. Një administratë la Leli, një e bëri Dredha. Iku Dredha erdhi komisioni Çuçi i vëngu Sinaj, që e mbronin ata. Tani iku ata erdhën. Përqendrohet tek kjo.
Erdi zoti Alili, komandoi një 2-3 ai, se nuk pati kohën e nevojshme për të bërë dhe ai. Tani erdi Bruna, do bëj dhe Bruna administratën e saj. Ish ca, vit ca. Në fund fare janë kosto për qytetarët ta, zonja kryetare, të nderuar qytetar. Janë kosto në kurrizë të qytetarëve të buxhetit të bashkisë, i cili fatkeqësisht shpërdoret. Ka me 10 sinjalizime unë që në këto ndërmarrje që këta kërkojnë të shtojnë njerëz, janë me 10 në mos me qindra punonjës që nuk shkojnë fare të paraqiten në institucion. Marrin rrogën. I kanë futur atje një deputeti, një kryetari bashkisë, një ai forti lagjes e tjera si këto. Mundesh të përqendrohesh te projektvendimi? Ky është projektvendimi. Jo, këto janë pjesë. Ja të përqendrohem dhe më shumë, meqense kishe merr. Edhe nuk më pëlqen fare që kjo metodologji që përdoret këtu nga kolegët këshilltar socialistë dhe këtu e kam edhe me zonjën Bezhani. Kjo zelli i madh për t'i treguar atij që vinë në këtë pozicion që ne do të mbështesim me projektvendimet që ti paraqit. Ore zotrinj, jeni po juve, thash dhe njerë, që keni pasur zell për t'i ndarë këto, sot keni zell për t'i bashkuar. Kush është këtu, po themi ajo, pjesa që qytetarët duhet të besojnë? Si mund të besojnë qytetarët juve që dije para 6 muajsh i ndatë të ndërmarrje, sot po i bashkoni? Në të njëjtën kohë, kam një ftesë edhe për kryetaren e bashkisë, në këto 2-3 muaj zonja Mersini, bashkia ka qenë e çorganizuar. Për shkak edhe të mospasjes së kryetarit real definitiv të bashkisë, sepse zotria që u komandua këtu në mënyrë të jashtëligjshme nga kolegët këshilltar socialistë, nuk e kishte tagrin për ta drejtuar, sepse nuk ishte i zgjedhur. Në të njëjtën kohë duhem parë me vëmendje të gjitha procedurat, sepse këtu ka pasur edhe disa procedura të devijimit të fondeve publike, kush ka qenë mënyra e prokurimit të tyre, si kanë ecur këto procedura, sa janë ankuar firmat përkatëse që kanë marrë pjesë në këto procedura, sepse kemi informacione që këto procedura kanë qenë procedura të vesuara ose të diktuara, dhe është mirë që taksat e qytetarëve të mos shpërdoren, mos shkojnë në xhepat e klientëve të qeverisë, të Partisë Socialiste, të këshilltarëve, të kryetarëve e të tjerëve me radhë. Këtë e kam ftesë miqësore, shpresoj shumë që mos të jesh interprete e klaneve mafiozo-ekonomike që ekzistojnë në qytetin e Vlorës, të cilët kanë dëshirë të glaburojnë prona publike, e shpresoj shumë këtë, që të mos jesh, edhe pse në indiciot e para publike shfaqesh me personazhe të cilët kanë interesa të drejtë për drejta në qytetin e Vlorës, por kjo është problemi juaj dhe këtë e ftoj edhe qytetarët që ta vlerësojnë, sepse është shumë e rëndësishme që mos t'jeni peng i askujt, t'jeni ju vetvetja që qytetarët u kanë mandatuar, edhe pse 7% asaj 12.5%, një rezultat për cilin duhet të ngrëm alarm të gjithë si majtas edhe djathtas, sepse t'jenë gjysma e atyre që vajtën të votojnë nga 2023 në 2025, tregon që diçka në këtë qytet dhe në këtë politikbërje nuk ka shkuar. Kuptohet që pjesën më të madhe të problemi duhet ta shikoni ju, sepse jeni ju që jeni po nuk kandidoj dot në listës, jam ande nga jeti bë. Kështu që unë këtë ftesë kam, po ti ç'ke abort, unë thash ty. Ti e paras përfaqëson asgjë. Ç'a ke? Zoti Hoxha e përfunduat fjalën. Po edhe po kjo s'ka lidhje ose ma ke thënë edhe një herë ta kam kthyer përgjigjen e kësaj kampit socialist. Tani mos e unë e kam me kryetarin e bashkisë zotri. Të lutem përfunduat. Ti edhe një herë, o Ilir. Zoti Hoxha. Po fola për projektvendimin. Ti Të pëlqen? Po 116 veta, ja kërkova. Ne thelbin e gjës. Tani ai përfundon. Ne thelbin e gjës. Kryetari i bashkisë edhe drejtori ai specialisti bujme një dorë aty. Nga bëri qartë që nga këta